A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah Allahun subhanahu wa ta'ala. Dërim salatë dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën rrugën e këtij pejgamberi deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, një ndër hapat e shejtanit në devimin e njerëzve është që ai shejtani i bën që njeriu të më vonu veprat e mira. Vjen shejtani thotë, ai se ka kohë, ai se vonoj më andej, ai vonoj namazin më shumë, vonoj pendimin më shumë. Pra kjo është një metodologji, një taktik e shejtanit që mbi deviju njerëzit. Kjo është shejtani. Kurse Allah subhanahu wa taala nga ana tjetër neve na nxit me shpejtum punët e mira, me garu, mi bo sa më shpejt. Shejtani po na mëson mi vonu punët. Kurse Allah subhanahu wa taala na një mësmirë neve dhe di çfarë nevojë kena ne. Zoti subhanahu wa taala na mëson që mi shpejtu punë. Në shumë vende në Kur'an, do ta shohim inshallah me lejen e Zotit, në shumë vende në Kur'an Allahu besimtarët i edukon që ata punët e hajrit mi bu më shpejt. Se mund me dalë një pengesë, del diçka dhe të largon nga rruga e drejtë. Kujdes si muslimani i mirë, besimtari i mirë, më thon gjithmonë garon, shpejton, gutet punët e hajrit. Do të shohim disa ajete kuranore ku ta shohim që qartë azi Allah na mëson neve shpejtojni. Bëni sa më shpejt veprat e mira. Allah thot në Kur'an në surën Bekare, fastabiqul khairat. Jo vetëm me nxitu, por edhe bëni gara në punët e hajrit, punët e gjëra që ka, më thon Allah i don, veprat Allah që i don. Pra këtu e shohim që Allah po na edukon neve dhe na urdhëron që ne duhet të shpejtojmë edhe të garojmë punët e mira. Urdhni i Allahut, kështu na edukon Zoti. Kurse si thash pak më herët, shejtani ka qef mi vonu punët e mira. Allah po na thot garoni, shpejtoni. Në një ajet tjetër thot Allahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Prap Zoti po na thot shpejtojni në falën e Allahut, në xhenetet që Allah ka përgatitur, xhenetet sa janë qiell dhe toka, të përgatitura për të devotshmit. Gjithsesi edhe këtu e shohim që Allah po na thot shpejtoni wasari'u. Fjala sara i vjen për shpejtësisë. Në një ajet tjetër Allah subhanahu wa taala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Pra më thon disa vende në Kur'an e shohim që Allah subhanahu wa taala besimtarët e mirë i urdhëron që ata të nxitojnë, të shpejtojnë në punët e mira. Dhe të dashur, në surën Al-Waqi'a, Allah subhanahu wa taala i tregon i don njerëzit në 3 grupe. Grupi më të mirë Allahu e zgjedh, a dini kush janë më të mirët? Allah thon në Kur'an was-sabiqun as-sabiqun. Ata që kanë garuar në dynjë dhe kanë pas qëllime që më ja kalu tjetër në punët e mira, në xhenet do të jenë prej të parëve. Ashtu siç ka garuar në këtë dynjë në punët e hajrit, ka pas qef me qenë i pari, edhe në xhenet me lejen e Zotit ka me qenë prej të parë. Allah thotë was-sabiqun as-sabiqun. Ata që kanë qenë sabiqun në këtë dynjë, do të jenë edhe sabiqun të parë, do të jenë në ditën e Kiametit. Amin. Në një ajet tjetër Allah thotë wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Si ky xhenet thotë ne të bëjnë gara ato që dëshirojnë të bëjnë gara. Pra më thonë muslimani duhet të ketë atë ndjenjat që me bë gara, me shpejtue, me kry punë sa më mirë, sa më shpejt. Kjo është më thonë edukata që Allah më thonë kërkon nga besimtarët. Dhe së dashur, çështja me qenë i shpejt punët e mira, a ka qenë një cilësi e pejgamberëve? Po, Allah në Kur'an e përmendën kjo cilësi, kjo dukuri, më thonë, është duk të pejgamberët e Zotit. Allah thot në Kur'an innahum kanu yusari'una fil khairat. I përmend disa pejgamberë Allahu dhe thot në fund innahum, ata ishin, pra pejgamberët e Zotit, yusari'una fil khairat. Ata shpejtonin në punët e hajrit. Pejgamberët e Zotit. Pra më thonë cilësia me shpejtuar punët e mira është edhe cilësi, më thonë, e pejgamberëve të Azat. Gjithashtu ne dimi një rast tjetër në Kur'an, rastin e Musait a.s. ku Musa a.s. kishte pas dëshirë, kishte një takim Allahu mu taku me Musa'in. Edhe Musa a.s. kishte shpejtu, kishte pas qef sa më shpejt me taku Zotin subhanahu wa taala, dhe Allah përmend në Kur'an kur i tha Musait, pse Musa as shumë shpejtove? Çka tha Musa a.s.? Tha Musa a.s. wa ajiltu ilayka rabbi litarda. Bona ajel o Zot që me fitu knasin tënde. Këtu e shohim që shpejtësia në punët e mira, jo që veç cilësia besimtarëve të mirë,
i pejgamberëve, bile me këtë shpejtësim punë të hajrit, fitohet edhe kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Pra më thonë, ne si besimtarë për e shohim që duhet të garojmë, të shpejtojmë në punë të hajrit. Gjithashtu më thonë, thash pejgamber të Zotit, po Muhamedi alayhis salam, ai ishte një pejgamber i cili shpejtonte punë të hajrit. Ka shumë hadithe ku pejgamberi ka mësuar që ne mi shfizu rastet, në momentet. Pejgamberi sa thotë në një hadith, "Idhtanim khamsan qabla khams." Shfizoj 5 gjëra para se s'kalar 5 tjera. Çfarë ato? Pejgamberi thotë, "Shababaka qabla haramik." Shfizoj rinin tënde para se ka ardhur pleqëria jote. Pra shfizoj rinin, shpejto, se hes kjo rini. Dhe vjen pleqënia tani bosh pishman, po ndoshta bëhet vonë. Dhe arsye më thon, po thotë pejgamberi "Shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla maradik." Dhe shfizoj shëndetin tënd para se s'ka ardhur smuja jote. Allah mund më sprovue. E ki shëndetin shfizo, bën punë të mira, fal namaz, jep zeqat, punon me halal. Se ndoshta një ki shëndet shkon edhe se ke shfizuar. Vazhdon pejgamberi thotë, "Wa ghinaka qabla faqrik." Shfizoj pasurinë para se s'ka ardhur Allah më sprovue me fkarallëk, me skamje. Shfizoj pasurinë që e ke në razinë e Zotit subhanahu wa taala, thotë pejgamberi, "Wa faragaka qabla shughlik." Shfizoj kohën e lirë para se s'ka ardhur një kohë tjetër që do të kemë pas dëshirë me bëj punë të mira, por s'kemë pas kohë. Pra shfizoj kohën e lirë. Kjo është më dhënë nxitje, që më shfizu këta shansa që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thotë pejgamberi, "Wa hayatika qabla mautik." Dhe shfizoj jetën tënde para se s'ka ardhur vdekja. Këto mundësi këto më dhënë janë më dhënë të Allahu subhanahu wa taala për neve që ne më shfizue, me shpejtue, me shfizue aty ku është Allahu razi, me qëllim që me fitue razinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe të dashur, jo që veç pejgamberi sa ishte i shpejt punë të mira, po dhe shokët e tij i kishte edukuar pejgamberi sa me qenë të shpejt. Edhe ata ishin kështu ne. Sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salam, shumë hadithe i shohim që ata kanë shpejtuar sa më shpejt me këtë punë të hajrit. Tregon në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar sahabët me dhon sadaka. Një për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte nxit sahabët me dhon sadaka. Edhe Omer radiallahu anhu e vendosi atë ditë gjysën e pasurisë me nda për hir të Allahut. Edhe përgatiti pasurinë dhe ja çoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe rrugës duke shkuar vendosi tha, sot tha, me lenin e Zotit do t'ja te kaloj Abu Bekrit. Ai gjithmonë më ka kalu mua, unë këtë rend që këtë radhë do t'ja kaloj më thonë Abu Bekrit radiallahu anhu. Çka ndodhi? Kur shkoi me gjysën e pasurisë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O Omer, çka i lave familjes tënde?" Tha, "Ja Rasulullah, ja lash familjes time as sa të puna tyje." Gjysën e kalon te shtëpia, gjysën e ka pru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me shpresë mos po ja kalon Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Kur më vonë më thonë shef, vjen Abu Bekri radhiyallahu anhu me krejt pasurinë e vet. Pas ka pas burra më të mëdhenj se Omeri. Shikoni sahabët që kanë garuar, janë shti se kush po bën më shumë vepra të mira. Pa më thonë kjo është një cilësi që duhet me qenë edhe mesin ton. Nëse dikush ka ardhur më herë në xhami ta ka zonë safin e parë, ma kaloj sot filani. Duhet me garuar. Për punën, për çështën e ezanit, për çështën e safit të parë, për namazin me xhamat, njeriu besimtar duhet me garu me tjetrin. Duhet me ushtim me tjetrin punë të hajrit, nga se ky garim, më thonë, është prej cilësive të cilët Allah subhanahu wa taala i ka përmendur në Kur'an dhe i don këta njerëz që më thonë që garojnë në punë të mira. Gjithashtu më thonë, si tash sahabët kanë qenë kësi njerëz, dhe ka shumë raste. Pasi që përmend Abu Bekri radhiyallahu anhu, po përmend një rast tjetër këtij sahabiu të madh, Abu Bekri radhiyallahu anhu, një për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pyeti sahabët i tha, "Men asbaha minkum al-yawma sa'ima?" Cili nga ju sot është agjërueshëm? Është për çelëm agjërimin nafile, vullnetar. Abu Bekri radhiyallahu anhu tha, "Ana ya Rasulullah." Unë jam agjërueshëm sot. Vazhdoi pejgamberi pyetja e dytë dhe tha, "Faman tabi'a minkum al-yawma al-janazatan?" Cili nga ju sot ka përcjell një xhenaze? Se ka shpërbime mëdha. Me përcjell, me afal xhenazën, me përcjell dhe të vorët, ka shpërbime mëdha. Pejgamberi pyeti sahabët, kush nga ju sot i kanë nxit sahabët? Edhe Abu Bekri thot prap tha, "Ana ya Rasulullah." Unë i dërguar i Allahut sot kam përcjell një xhenazë. Vazhdoi pejgamberi bëri pyetjen e tretë tha, "Faman at'ama minkum al-yawma miskina?" Cili nga ju sot ju dha ushqim dhe një skam minorit? Sahabët tjerë nuk u përgjigjen. Abu Bekri radhiyallahu anhu prap
Tha, ene ja Rasulullah. Përgjigjen e tretë. Përgjigja pyetja e katërt, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Faman aada minkum al-yawma marida, cili nga ju sot e ka vizituar një të sëmur. Prap sahabët askush po fol. Abu Bekr prap tha, ene ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mastama'na fi imri'in illa dakhala al-janna. Nuk ndodhin çta katër vepra të mbledhen në një person në një ditë, vetëm se ka për me hinë në xhenet. Shikoni ky sahabi i madh, Abu Bekr radhiyallahu anhu, çfarë ambicie të larta. Sa më shfryzu rastet, sa neve na hikim, më thon, namazin me xhamat. Sa na hikin xhenaze, sa na hikin të sëmur që nuk i shkojmë, nuk i vizitojmë. Këto janë shansa të mëdha për se hapë dhe shpërblim. Kështu që më thon besimtari i mirë nxiton mi shfryzu këto momente. Sot që e fal namazin e akşamit, ka pas mos i dion pilim me na hik. Po dosh Allahu nxitua murëm abdes, erdhëm në kohë dhe falëm namazin. Elhamdulillah, kjo begati e Zotit tashmë. Kështu që më thon muslimani i mirë gjithmonë nxiton. Edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme përmend të çështën e nxitimit, thon dietarët, ai i cili nxiton punë të hajrit e edukon vetëm me qenë përtac. Sot në muslimanët ka përtacia, tembela të mëdhej. Nuk ju punohet, nuk ju falet, nuk ju mësohet, nuk ju bëhet punë të hajrit. Pse? Nga se nuk e kemi këtë cilësi. Na mungon cilësia e shpejtësisë, cilësia e garimit, me kry punë sa më shpejt për Allah subhanahu wa taala. Kjo që më thon, kemi parasysh dhe se dashur kjo cilësi ne më thon duhet na duket në jetën tonë të përditshme. Dhe se dashur dietarët e diskutojnë një meselë dhe thon për cilat gjëra muslimani duhet më shpejtuar. Cilat ato punë që më pas parasysh me i kry sa më shpejt. E para për tyre thon dietarët janë farzet. Gjën e parë muslimani që jetën e vet s'duhet me i hikën dhe duhet me shpejtu në zbatimin e tyre janë farzet. Nga se për farzet kena mu prit dhe nëse nuk i krymi do të dënohemi para Zotit. Një në rend parë janë namazet farzet. Tani vjen më thonë agjerimi Ramazanit, zeqati, kryrja e haxhit. Sa njerëz kanë pasuri, po nuk e kryjnë haxhin. Edhe vjen dita ndoshta ka dëshirë me shkua, po i ka ikë shansa. I ka shku shëndeti. Këtë si musliman duhet me garu. Sa më shpejt më do me i kry punë të hajrit, nga se mund me do një pengesë, nëse ti kur don me ardh në xhami s'kemë pas mundësi me ardhmë. Ne dinë rastin e koronës që ndodhi para disa viteve vendet tona, keq presojmë me do në xhami. Këtë kishme dëshirë me qel xhamiat. Këtë kishme dëshirë mu afru me një tjetrin saf. Po që na u çelën dyrt. A thu sa jena të gatshëm tash më ardh, me mbush xhamiat, mu afru me një tjetrin, me i fal namazin me xhamat, me ndëgju ligjërata. Edhe kjo shanse e ligjëratave është një mundësi, nuk e ndëgjove të hiki ky kinimet. A pejgamberi sa ka thënë në një hadith ku të shihni baçet e xhenetit, uluni aty. Sahabët e pyetën asa ka baçet e xhenetit? Po tha. Mejliset ku përmendet Zoti, ata janë baçet e xhenetit. Shikoni kur këtu në mejlise kur ndëgjon një ajet, një hadith, një mesele, e vren imani jo ndryshon. Ambicet e tua ndryshojnë. Se dia e Allahut dhe pejgamberit selam janë dije që ta ndriçojnë jetën tonë. Këto si muslimani duhet edhe këta shanca, këta mejlise, Zoti hik jetën e vet. Ku ndëgjoj se ka ligjërata, ka mësime i Kur'anit, mësimi i fesë, garo. Nxito se në këto vende më thon ka bereqet. Gjithashtu vëllezër të dashur, për gjëra që duhet të nxitojmë sa më shpejt, është çështja e pendimit. Ne shpesh i shohim do xhamat, do vëllezërit tonë, janë vëllezërit tonë, i kanë do lëshime, ndoshta dini namaz nuk e fal, dini namaz e fal, ose xhumo një xhumo e fal në javës, i themi këtyre duhet ta shpejtosh pendimin. Se vonimi i pendimit është gjuna në veti. Njeriu ku spendohet i bën dy gjunahe, një gjuna që s'ka bërë taube, edhe një gjuna që e ka vënë pendimin. E kishti pendimin më andej, ki hin gjuna. Këse në këtë kemi gjunahe, nuk bën me vënë pendimin. Pse s'bën me vënë pendimin? Nga se nuk kemi garancë a jetojmë deri nesër. Këtë ne kemi lëshime gjunahe. Duhet para se merrem me flet me minutë gjunat e tona dhe mu pendue çdo natë. Ibn Qayyim rahimullah përmend që besimtari i mirë çdo natë para se me flet e bën një analizë me veten e vet. I sheh punë çka ka bëu sot. Punë të hajrit që ka bëu, e lut Allahu më afranue. Punë të këqija që ka bëu, e lut Zotin më afal këtë gjuna. Ato gjuna, nëse janë disa gjuna. Do si muslimani kontrollon veten e llogarit veten e tij. Gjithashtu ka thonë dietarët, jo vetëm për farze,
por ne duhet me garu edhe për obligimet që kemi ndaj njëri tjetrit. Se obligimet ndanë dy lloje, obligime në raport me Zotin, si është namazi, zeqati, haxhi, po kemi edhe obligime ndaj njerëzve të tjerë, obligime ndaj prindërve, ndaj nanës dhe babës, obligime ndaj familjes së ngushtë, ndaj fëmijëve, ndaj gruajes, ndaj kujshisë. Duhet sa më shpejt me i kri këto detyra, me qenë që nëse na vjen vdekja, ne me qenë faqebartë edhe me dalë në këtë fond para Allahut subhanallahu teala. Gjithashtu ka thonë dietarët, është mirë me garu edhe punte që janë vullnetare, sunete. Sigurisht që përmenda pak më herët namazin me xhamat, safi i parë, leximi i Kuranit, mësimi i Kuranit, gjitha këto janë vepra që besimtari duhet të garoje, duhet të nxitojë në këto vepra. Më në fund desha me përmendë një çështje edhe me përfundu ligjëratën për sonte. Dietarët thonë, cila është arsyeja pse ne duhet të garojmë? I ka përmend 3 arsye. Arsyeja po ka thonë dietarët, nga se njeriu që garon në punë të hajrit është prej aty që Allah i ka lavdru. A ka më mirë se Zoti me të lavdru? Pra nëse je prej tyre që garon, mundohet sa me koni pari, me marr pjesë punë të hajrit, në aktivitetet të hajrit, bëhet një aktivitet me mbledh një sadaka, merr pjesë, bëhet një ligjërat, merr pjesë në ligjërata, domthon çdo punë të hajrit mundohesh me marr pjesë, ta di se kjo domthon është një cilësi që e ke të hajrit që Allah e don dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e don. Kjo është e para. Arsyeja e dytë ka thonë dietarët, duhet të garojmë punë të hajrit nga se jeta e njeriu nuk dihet çka i ndodh të ardhmen. E përmendëm pak meselën e haxhit. Sot ke pasuri dhe ke shëndet. Po ndoshta ndesë vendos me shku në haxh, po nuk ke shëndetin. Ose e ke shëndet, nuk e ke pasurinë. Sa ne shohim xhamat janë bërë pishmam si janë fal, thotë hoxha thotë me një vakt e kom diçë të më fal, po ai se fal namaz penzir, ai se fal namaz von, sot falem, ama nuk kam mundësi me shku në sejdë. Nga se ka problem me gjunjt, ka problem me mjedisin e diçka tjetër. Kështu që më thonë besimtari i mirë nuk i vanon punën më. Edhe kjo është arsyeja se mund me ndodh diçka, tani i bën pishman shumë. Po ka kaluar afati, ka kaluar shansa, kështu që më thonë shpejtojnë në punë të hajrit para se s'ka një pengesë që ne mund me na pengu nga punë të hajrit. Dhe e treta nga përmend dietar, mund me ndodh ndonjë fitnë, ndonjë sprov që muslimanët mes me pas mundësi të mi bën punë të hajrit. Këtë si person thot me një hadith, badiru bil a'mal, shpejtoni punë të hajrit, para se kanë ardhur do sprovash të cilat janë të errta sikur nata. Ne shohim sot disa sprova që i kanë muslimanët janë shumë të rënda. Gjenata e vjetër, ku kanë qenë materie, ka pas ma kollaj për do punë, kurse sot ne kemi marrën. Sot ne sprovohemi edhe në xhami kur hemi kemi këta telefona. Edhe këtu na afrohet, na zbukurohet harami. Pa janë fitne të rënda. Ju tash do të pensojmë shfryzoni. Bëni punë të mira se nëse i shfryzon momentet, kohët do të jesh më i mbrojtur nga fitnet. Ju tash ka thonë dietarët, cili prej muslimanëve më shumë të rreshet, ai i cili ka kohë të lirë. Se ka mbush kohën e vet me punë të hajrit. Atë shumë më lehtë shejtani e mashtron. Ju tash muslimani i mirë ka ambicie kryen një fillimisht farzet. Tani i kryen edhe sunetet, tani e mbush kohën me lexim të Kuranit, e mbush kohën me dhikr, kështu që më thon garimin punë të hajrit të mbron nga fitnet. Kurse nëse ke kohë të lirë, më thon do të jesh më i rrezikuar me rënë në fitnë. Pra këtë edhe është një këshillë e shkurtër, kështu që në fund e lutem Allahu subhanahu wa taala Zot na bëjë gjithë neve për aty që garojna. Shpejtojmë punë të hajrit nga se kjo është një cilësi të cilën Allahu e don, e kundërta kësaj është një cilësi e keqe, tembelia. Për në mëngjes në mbrëmje për duave që i bënte, thoshte o Zot më ruaj nga dembelia, nga përtasia. Muslimon si ta ka me kohë përtac. Mi ardh mërzi me dalë në xhami, më ardh mërzi me bëni punë të hajrit, më ardh mërzi me bëni një vizitë të hajrit, kështu që muslimoni është aktiv. Edhe kështu do të më qenë, më thon sa herë deri në vdekje, me qenë që si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të vdisni ashtu siç jetojni. Nëse je aktiv në punë të hajrit, kështu kemë pas vdekjen. Kemë pas vdekjen duke shkuar në vizitë, ose duke lexuar Kur'an, ose duke ndër në xhami, ose duke bërë dhikr, mund kështu gjithmonë e ke mbush jetën. Kështu që edhe fundin inshallah me lenin e Zotit do ta kesh një fund të mirë. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu i shpërblet.